Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 28 qershor i vitit 2025. Sot jam me mikun tim të përhershëm Frymëzim Dautin dhe bisedën që do ta organizojmë me Frymëzimin, sikur edhe ju mund ta imagjinoni, ka të bëjë me luftën ndërmjet Iranit dhe Izraelit, apo që po njihet, do të njihet ndryshe, ndoshta si lufta e parë iraniano-izraelite, apo sikur presidenti Donald Trump e quajti lufta 12 ditore. Sot është data 28 dhe kjo luftë u ndërpre në datën 25. Unë kam qenë i zonë me punët e mia, me provimet e studentëve të tjerë, dhe për këtë arsye nuk kam arritur që të gjej kohë në gjithë frymëzimin që të bënim një bisedë paraprake kam bërë te NTV jam, e Red Varagut, po aty nga që Akromaksi i Aldorninit na e nxini jetën dhe na i bllokon videot, nuk kam mundur që ta fus në kanalin tim YouTube-it. Bilet edhe në Facebook, më vjen kjo banda e këtyre vëllezërve të Aldorninit edhe i fshin videot edhe nuk i fus dot. Megjithatë, sot me frymëzimin do analizojmë pak a shumë luftën 12 ditore ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Që t'i bëjmë një rezume kësaj lufte, kjo luftë nisi në datën 13 qershor 2025 dhe përfundoi në 25 qershor 2025. Lufta nisi si gjithmonë me pabesinë e çifutërisë, kur komandantët e gardës revolucionare, zyrtarët shtetëror iranian ishin duke fjetur gjumë, nga që pak a shumë amerikanët po i mashtronin ata që po i thonin do bëjmë bisedime për marrëveshjen nukleare e tjerë, ndërsa ata ishin në gjumë, u vran pabesisht nga Izraeli. Operacioni që Izraeli lëshoi kundër Iranit në datën 13 qershor u quajt operacioni ngritja e Luanit. Ndaj këtij operacioni Irani u përgjigj me operacionin Premtimi i Vërtet 3 dhe sikur e përmenda në sulmet që Izraeli bëri, vrau disa nga komandantët kryesorë të ushtrisë iraniane, sikur komandantin e përgjithshëm të gardës revolucionare Hossein Salamin, shefin e shtabit të ushtrisë iraniane Muhammed Bagherin, komandantin e ushtrisë speciale Khatam el-Anbiya apo Vula e Profetëve Gholam Ali Rashidin, shumë shkencëtar iranian e tjerë. Tani qëllimi i kësaj betejë, deklarata që Benjamin Netanyahu do bënte kur ai nisi luftën, ishte një, të shkatronte ushtrinë iraniane dhe në veçanti gardën revolucionare, dy, të shkatronte strukturat ushtarake të ushtrisë iraniane dhe strukturat apo centralet bërthamore të Iranit, por një qëllim tjetër i Netanyahut ishte edhe që të rrëzonte regjimin iranian apo qeverinë iraniane, dhe për këtë arsye që në natën e sulmit të befasistshëm, Izraeli vuri në punë atë kolonën e 5 që kishte instaluar brenda Iranit me tradhtar, ku tradhtar iranian, afgan, kurd, evropian, amerikan e të tjerë bashkëpunuan me Mossadin Izraelit për të goditur objektivat që Mossadi dhe CIA ishin paravendosur. Në datën 14 qershor 2025, një ditë pasi nisën sulmet, Benjamin Netanyahu i apeloi kolonës së 5 brenda Iranit, duke i thënë tani ka ardhur momenti juaj që të rrëzoni qeverinë islamike
dhe ta bëni Iranin e lirë. Make Iran free, do deklaronte. Dhe ndër të tjera Netanyahu do brohoriste woman life freedom, apo gratë, jeta dhe liria, duke ju referuar sloganeve masive antiqeveritare që ndodhen në shtator 2022 në Iran, të cilat u koordinuan nga Mossadi, CIA, MI6 britanik me agjentët e tyre, sikur mujahidinët iranian që strehohen në Shqipëri. Për personat që mbajnë mend histerin që lëshoi CIA dhe Mossadi në shtator të 2022-shit, kjo histeri ishte aq e madhe saqë në Tiranë, në Prishtinë, CIA dhe Mossadi vunë në punë organizatat e tyre quislinge që nga organizatat e pederastëve, LGBTQI-sve, lesbikëve dhe shoqata të tjera, ku femra që nga Iris Duarasi në Tiranë, edhe femra të tjera që paguheshin nga ambasada amerikane, dolën në për televizione dhe prisnin flokët e tyre dhe mallkonin hoxhallarët. Megjithatë, çfarë ndodhi është që ëndra e Netanyahu për të rrëzuar regjimin në Iran nuk u mundsua, nga që kundërpërgjigja iraniane e bëri luanin e Judeës të bëhet lepur. Iranianët ju kundërpërgjigjen me valë masive raketore Izraelit, ndërsa Izraeli arriti që të bombardoj shumë garnizone të gardës revolucionare, të bombardoj stacionet nukleare iraniane e tjere dhe biles edhe të pretendoj që ne kemi kontrollin mbi qiejt e Iranit, edhe Irani ju tha që edhe ne kemi kontroll mbi qiejt tuaj, dhe si për personat që kanë ndjekur lajmet, ato lajme që nuk janë censuruar deri tani më, apo që ju mund të shikoni në NATO Istan, ose në kështu e quaj unë Shqipërinë edhe Kosovën, keni parë shkatrimin masiv që Irani i shkaktoi Izraelit. Sigur kam përmendur në për emisionet të tjera që kam dalë, që nga TPZ-ja e Ylli Rakipit në TV-ja edhe televizion tjerë, kam treguar që Irani goditi qendrat e ushtrisë izraelite, bazat ushtarake, qendrën e Mossadit, institutin Weizmann, biles edhe Stock Exchange-in e Tel Avivit. Domethënë, nëse bëjmë krahasimin me Tiranën, i bie sikur Shqipëria t'i shpalli luftë Iranin dhe Irani të bombardoi qendrën e Shikut që është e Oxhaku, policinë antiterrorit që është e kryegjyshata, shkollën e bashkuar ku përgatiten fuksat e regjimit, të bombardoj aeroportet që ka Shqipëria, nga aeroporti i Rinasit deri i Vlorës dhe i Kuksit, të bombardoj bankën kombëtare, dhe gjithashtu sigur edhe koloneli McDouglas amerikan, ja harroj emrin ati gjithmonë, përmendi në një nga intervistat e tija 1/3 e Tel Avivit u shkatruar. Irani goditi gjithashtu portin e Haifës, ku nxori jashtë loje rafinerinë e naftës që izraelitët kanë aty, u goditën shumë stacione elektrike, u goditë Ashdodi, Beersheba, etj. etj. Por edhe goditja izraelite ishte masive, dhe por në moment kur me sa duket Izraeli nuk po e përballonte dot më luftën, ata u detyruan që të kërkojnë për armpushim me Iranin, dhe armpushimi do vinte pas datës 22 qershor, kur kryeministri zionist Benjamin Netanyahu, pasi kishte bindur Donald Trumpin, do ta falenderonte Trumpin për bombardimin që amerikanët do t'i bënin gjatë natës stacionit nuklear iranian të Fordos, të Natanzit dhe të Isfahanit. Pas këtij bombardimi, ky bombardim do të përdoret nga administrata e Trumpit si një rrahje gjoksi, apo si një
arritje e Amerikës dhe Izraelit, ku ata të thonë që ne e shkatruam programin nuklear iranian dhe tani është koha që të arrijm një armë pushim. Përpara se të jap fjalën frymëzimit, do luaj këtë video se sot elhamdulillah kemi rregulluar me Zoomin dhe nuk kemi problem me kohën. Ja paguam haraçin zionistëve. Do luaj këtë video nga një kanali 12 izraelit, ku ky gazetar që ju shikoni këtu, ta luaj edhe një herë këtë, ky gazetar do tregoj se si do të dëgjoni domethënë këtë gazetar i cili thotë që tregon dëmet që Irani ka shkaktuar Izraelit, po nuk jam i sigurt a do dëgjohet zëri. Dëgjohet zëri frymëzim? Ja, nuk më dëgjoj. Okay. Duhet me Po më mirë hiç mos e vetëm komentoje se mund na fshin videon, edhe ashtu kërkojnë ndonjë arsye ta fshin. Jo, nuk besoj. Okay, po pse më kjo duhet dali how to remote recording more pause recording. Një minutë sa ta mësoj pak se earlier share. Okay, share sound. Tani do dëgjohet kjo video. Ta shohin shikuesit ku ky gazetar izraelit tregon dëmet që ka bërë Izraeli dhe censurën e madhe që ekziston në Izrael. כי צריך לומר שיש קצת היבט איראני בדרך בה אנחנו מסקרים את הפגיעות שהיו בנו, לא במכון ויצמן, אבל היו הרבה מאוד פגיעות בבסיסי צה"ל, באתרים אסטרטגיים שאנחנו לא מדווחים עליהם עד היום. ויש לזה סיבה ברורה שכל אחד בבית מבין, אבל בצד הסיבה הברורה הזאת נוצר מצב שאנשים לא מבינים כמה האיראנים דייקו וכמה הם גרמו נזק בהרבה מאוד מקומות. מכון ויצמן אנחנו פשוט יודעים, יש מקומות רבים שאנחנו לא יודעים. Okay, kjo ishte video e shkurtër, ku ky gazetar izraelit tregon që për censurën që ekziston në Izrael dhe dëmet që ka bërë Irani, por që ne nuk i dim si pasojë e censurës. Frymëzim, fola gjatë, tani është linja tek ty. Faleminderit, si përshëndesim ndjekësit. Tani do të folim pak më rahat se nuk jemi të kufizuar me kohën, po ashtu edhe nuk do të zgjasim shumë. Informacione kemi plot. Ishte një luftë shumë e rëndësishme, një ndër më të rëndësishmet në jetën tonë. Tani Trumpi e quajti lufta 12 ditore. Pse e quajti kështu? Për shkak se në histori kemi një luftë 6 ditore që njihet. Dhe atëherës del nga dhënimtar Izraeli në atë luftë, prandaj edhe deshin që ta emrojnë lufta 12 ditore, që fjala edhe kësaj radhe Izraeli me mbështetjen e Amerikës dolën fitimtar. Mirëpo ne jemi të gjithë vetëdijshëm, sidomos ne çka i ndjekim në çdo detaj, ngjarje dhe i njohim marrëdhëniet ndërkombëtare, e dim që Irani është fitimtar e kësaj lufte, e përurojmë ushtrinë iraniane, që i dha një grusht të fuqishëm sionizmit ndërkombëtar, dhe në njëjtën kohë ju dëshirojmë të gjitha tyreve të plagosur, që ndoshta numri diku 5.000 të plagosur, që të shërohen sa më shpejt, dhe Allahu i pranof si shehit ata që u bën shehit në këtë luftë. Tani, nëse bëjmë një analizë me luftën 6 ditore, atëherës Izraeli befasishëm e sulmon Egjiptin dhe ja shkatron thuajse të gjithë aeroplanët ushtarak, dhe kësaj radhe Izraeli befasishëm e sulmoi Iranin dhe kishte sukses, sidomos në ditën e parë. Pra kjo është taktika e Izraelit, që befas të godit, dhe goditja e parë që është shumë e fuqishëm sa që ta neutralizoj shtetin. Mirëpo kjo nuk ndodhi me Iranin. Irani e mori vetën mbas 2 ditëve, i ndroi të gjithë generalët, apo e mbroi të tjerë për shkak se u vra i gjithë eshaloni i generalëve, dhe kuptohet që ne patëm mundësi që në ato 10 ditët e ardhshme të shiqojmë që mbrojtja e Iranit ishte e suksesshme,
dhe të gjitha ata gënjeshtrat, manipulimet e Amerikës dhe Izraelit se ata e kontrollojnë qiellin mbi Teheran, ishin gënjeshtra për shkak se ata nuk mund ta kontrollonin hapësirën ajrore të Izraelit, e lere më të Iranit. Pra, kjo është në aspektin çka gati se të gjithë e dim se çka ndodhi, por përderisa kjo është video e tretë çka e bëjmë për luftën e Iranit me ju Olsi, dhe në videon e parë kisha disa kritika për qeverinë. Videon e dytë vetëm e lavdrova Iranin për shkak se ishin në gjendje lufte, por ja që tani përfundoi lufta dhe mund të vazhdojmë edhe me kritika dhe lavdrime për qeverinë e Iranit, mirë po kuptohet që kritika jonë ka të bëjë në aspekt profesional dhe nuk është dashakeqe, po ne kemi të drejtë që ata ndjekës çka na ndjekin, t'ju japim edhe mendimet tona, analizat tona. Tani unë nuk e shiqoj bardhëzi këtë luftë, kam dyshimet e mia se ndodhi kështu si kur ndodhi, dhe kuptohet që do t'i jap arsyet gjatë kësaj video, kemi kohë, mund të ndërhyni ju nëse nuk pajtoheni me atë çka e them, dhe biseda do të nxjerr biseda apo tema të reja. Tani pak të kthehemi pse Izraeli e sulmoi. Kuptohet që Izraeli është duke u thequr nga Benjamin Netanyahu, i cili është një regjim autoritar, dhe ai bën kalkulimet e tija, sidomos në aspektin e karrierës së tij politike. Ai ishte në një situatë të vështirë për arsye të dështimit të luftës në Gaza, dhe për shkak se ajo luftë, tani që 2 vjet që ndodh ai gjenocid, ka bë popularitet të madh në të gjithë botën, të gjithë bota është duke e ndjekur, dhe si rezultat i këtij gjenocidi në Amerikë ka ra mbështetja e amerikanëve për Izraelin. Dhe nga anketimet e fundit doli që për herë të parë, prej kur kanë filluar të bëjnë anketimet e opinionit publik në Amerikë, për herë të parë shumica e amerikanëve kanë mendim negativ për Izraelin. Pra nëse do të ndërhynte ushtarakisht kundër Iranit, ishte momenti i fundit për Izraelin, për shkak se pas kësaj më nuk do të kishte mbështetje nga popullata amerikane, por ja që u dëshmua që edhe në këtë moment nuk e kanë mbështetjen. Këtë nga e dim që pasi filloi lufta, gazetat apo agjencionet për matjen e opinionit publik bënin anketime dhe asesi që të dilte pozitive që popullata amerikane të mbështes ndërhyrjen e ushtrisë amerikane në Iran, dhe të gjitha anketimet dilnin negative, ashtu që edhe presidenti Trump dhe qeveria e tij ishin të limituar në ndërhyrjen në këtë luftë në Iran. Mirë po përsëri ata ndërhyjnë, mirë po për mendimin tim ata ndërhyjnë që ta ndërpresin këtë luftë, jo që t'i dalin në mbështetje Izraelit, jo që ta mposhtin Iranin, po që të shpëtojnë nga situata në të cilën hyrën, sidomos presidenti Trump, shiqonte se filloi një përçarje nga mbështetësit e tij, sidomos disa kongresmen me peshë, apo opinionist bërës nëpërmjet podcasteve të tyre, ata thuajse të gjithë dolën kundër involvimit amerikan, për shkak se të gjithë janë të vetëdijshëm që qëllimi i kësaj lufte është që ta shpëtojnë lëkurën e kryeministrit izraelit Netanyahu, i cili përveç vështirësive që i ka se nuk arriti sukses në Gaza, ai po ashtu nuk ka një qeveri stabile, dhe po ashtu ka padi penale që beson që nëse e humb pushtetin, e humbën edhe imunitetin penal, pra do të duhet që të shkojnë në gjykat dhe ndoshta edhe të vuajë burg, që nuk do të ishte herë e parë se kemi kryeministra të tjerë të Izraelit që për korrupsion kanë vuajtur burg. Pra tani nëse kthehemi në fillim të kësaj lufte, neve na kujtohet ose e kemi diskutuar
ndoshta te ju ndoshta ndonjë video tjetër, se kam bërë edhe 3 video tjera. Benjamin Netanyahu tha kjo luftë do zgjasë 2 javë. Kjo ishte fjalimi i parë i tij. Dhe tani sa zgjati kjo luftë? Zgjati 12 ditë. Dhe tani unë i kam dyshimet e mia se çka ndodhi dhe do të jap një analizë. Tani për ta përforcuar këtë analizën time, unë e pash një intervistë të ish shefit të Mossadit, i cili 5 ditë pas fillimit të luftës e dha për agjencionin televiziv Sky News dhe i cili ndër të tjerat tha që kjo luftë do të përfundone brenda ditëve, maksimum brenda një javi. Pra flasim për shefin e Mossadit, i cili e dinte saktësisht se kur do të përfundoj lufta, përderisa lufta ishte në pikun e saj. Pra dhe simbas tij, i shefit të Mossadit, mund secili ata ndjekës që kanë na ndjekin mund të shkojnë në Sky News dhe para një javë është intervista. Ai thoshte që do të bëhet një marrëveshje me SBA-s dhe Iranit për pasurimin nuklear. Kuptohet që Irani thoshte do të mund ta shfrytëzoj uraniumin për energji bërthamore, por nuk do të ketë mundësi që të bëj bombën atomike për shkak se do të jetë në një kontroll të re. Do të duhet Irani që ta tërheqë mbështetjen ndaj Hezbollahut, Hamasit, Huthit dhe të gjithë armiqve të Iranit, të Izraelit. Dhe çka ishte e treta, tani s'm kujtohet, po ishte në këtë relacion. Pra që lente të kuptohet se bëhet fjalë për një luftë me marrëveshje. Tani a ishte luftë me marrëveshje, mund kemi edhe argumente pro dhe argumente kundër. Mirë po duke i bërë unë kritikat ndaj kësaj qeverie të Iranit, duke i njoftur disa politikanë që janë edhe atje me dekada politikanë, dhe duke pasur një mendim shumë negativ ndaj atyre politikanëve të Iranit, unë e besoj që mund ta kemë bërë atë marrëveshje. Dhe do t'i jap disa arsye. Tani kush u vra në ditën e parë të sulmit të Iranit, në sulmet terroriste të Izraelit në Iran? U vran të gjithë ata që në anglisht i thuajmë hardliner, pra apo ekstremistët. Të gjithë ata ekstremistët të gardës revolucionare, të cilët thonin që nuk është e pakuptim të negociohet me Amerikën, për shkak se qëllimi i tyre është të na shkatrojnë, të na dobësojnë, sanksione ekonomike të na bëjnë, mos na lejojnë që të shesim naftën tonë, kemi marrëdhënie me Kinën, me Rusi, etj. Dhe besoj që qeveria iraniane ka gisht në vrasjen e të gjithë asaj gjeneratet të parë të hardliner. Dhe nuk u vra Hamanei, mbas rezultateve të suksesshme të Mossadit, mund të vim në konkluzion se kanë mund të vrasin dhe Hamanei. Pse? Për shkak përderisa të vritet shefi inteligjencës, mund të vritet edhe Hamanei. Pra, besoj që e kam pas atë forcë, por nuk e kam vra. Pse nuk e kam vra? Nuk është në interes të Izraelit që të vritet Hamanei. Pse nuk është? Për shkak se ai është faktori kryesor që Irani është në këtë pozitë të dobët sot e kësaj dite. Është fetvaja e tij që nuk lejon që Irani të ketë bombë atomike dhe nuk është e palogjikshme që izraelitët ta vrasin Hamanein, edhe pse bënin reklam se mund ta vrasin. Mirë po nuk e vrasin. Nuk i vrasin edhe olsi kësaj, ndoshta ju e ndjekni, është një gazetar iranian që bën opinione nëpër televizione apo podcaste në gjuhën angleze, profesor Marandi e quajnë. Tani e kam ndjekur për shkak se ka qenë prej Irani, mirë po nuk e ndjeki, unë kam shumë mendim negativ për atë. Pra në çdo
podcasta pse ke mendim negativ për Marandit? për arsye se ju tani mund ta ndjekni mbas që do t'ua shpjegoj unë pse. Që në çdo podcast që ai e bën, e kritikon Turqinë, e kritikon Erdoganin, bën disa fantazia sikur Erdogani e ka vrarë një gazetare, cila ka dhënë disa detale për Sirinë, pra është sektar dhe nuk ka këtë e lidhi, dua të ndërlidhi për shkak se ai thoshte që ja unë e bëj video edhe pse kam jetën e rrezik, e bëj prej telefoni se do të mbrasin si vrasin të tjerit. Unë nuk komunikoj, po të kisha një mundësi do t'i thysha ri rahat se nuk vrasin ti. Nuk vrasin se kanë interes prej teje. Po jo, ndoshta edhe vrasin, ose Izraeli bombardoi Iribin. Jo, tani mund ta vrasin se tani mund ta vrasin se kaloi lufta, ata të shfrytëzojnë dhe të vrasin. Po e kisha fjalën se dhe Hamanej nuk e vrasin. Nuk e vrasin për shkak se ajo është... Një moment, nëse i besojmë deklaratës së Trumpit, Netanyahu donte ta vriste Hamenein me gjithë Izrael katësin që deklaruan që do ta vrasin, por Trumpi thotë është që ja mund që ta ruaj ta jetën. Edhe normalisht unë jam dakord me ty sepse domethënë fetvaja e Hameneit i shërben Izraelit si një, apo zionizmi domethënë, si një farë mekanizmi juridik për ta ndaluar bombën atomike. Dhe domethënë deklarata e Trumpit tregon edhe përçarjen brenda bllokut zionist, se po që ishte për Netanyahu e kishin vrarë. Tani nëse nuk gënjen Trumpi, që thotë unë ndalova vrasjen. Po kuptohet që Trumpi gënjen dhe nuk duhet t'i besojmë atij, po edhe nuk duhet t'i marrim seriozisht disa përpiqjen që të gjithë ata në Truth Social, çka i poston ai, bëjnë analizë, mlidhen analistat dhe bëjnë analizë. Unë ju them mos bëni analizë, njeriu është budalla. Megjithatë një moment që bëj vetëm një koment për ato që ke thënë deri tani. Domethënë, edhe unë ndaj mendimin tënd që po të shohësh vrasjet që bëri Izraeli, sidomos në ditët e para kur kishte iniciativën e sulmeve, derisa garda revolucionare mblodhi veten, është e vërtetë që Izraeli vrau të gjithë revolucionarët, që nga Muhammed Bagheri te Hossein Salami, edhe CIA, domethënë, se nuk është Izraeli vetë. Dhe po të vësh re, nuk u vra asnjë nga ministrat e Pezeshkianit. Araxhi fluturonte me avione e tjerë. Biles më bëri përshtypje kur Araxhi shkoi në Berlin. Ishte një koment nga një gazetar i Deutsche Welle që transmetoi që na tha Araxhi i kishte thënë izraelitëve që un po marr avionin, po ikin në Gjenev, mos ma rrëzoni avionin. Pra duket që këta reformatorët janë në komunikim të vazhdueshëm me zionistët, ndërsa ata që Izraeli goditi ishin të gjithë revolucionarët. Domethënë që nga kreu, se nuk ja përmenda edhe emrin, atë e harrova, që nga kreu i Quds Forces apo i ushtrisë për shlirimin e Palestinës e deri te Hossein Salami. Pra bën sens që domethënë strategjia e Izraelit ishte shkatrimi i gardës revolucionare, sepse garda revolucionare është ajo që është besnike e revolucionit dhe ndoshta një strategji e zionistëve ka qenë që ti zhdukin këta revolucionarët dhe ti lëm këta që me ne bëjnë pazar. Tani mbijetesa e Khamenei unë mendoj ka të bëj për qëllime strategjike, nga që rrezik zionistët kanë ardhur në konkluzion më mirë ta lejmë gjallë, ose ndoshta edhe janë përpjekur që ta vrasin, ëh. Se domethënë në ditën e fundit kur është bërë arpushimi që Izraeli bëri atë bombardimin masiv, ndër të tjera izraelitët shpresonin që kishin vrarë edhe Khamenein, e që kishin bombarduar një nga lagjet e Teheranit edhe Jeruzalem Posti thoshte që e vram Khamenein e tjerë.
Edhe mund t'jetë edhe koincidencë, ndoshta ata kanë dashur që ta vrasin, por ka shpëtuar pa e vrarë. Megjithatë, të ndërpres dhe po mund të ta komentosh këtë gjë, dhe unë dua ta lidh me mbrojtjen kundër ajrore iraniane. Kur ka nisur sulmi, domethënë përpara kësaj iranianët pretendonin që ishin në kontroll të qiejve. Një nga personat e parë që ka vrarë Izraeli ka qenë Amir Ali Hajizadeh, shefi i aeroforcës iraniane. Presidenti Putin, kur dha atë konferencën e famshme për shtyp një 3-4 ditë mbrapa se kishte nisur lufta, ku tha që gjëja kryesore është që regjimi nuk ka rënë në Iran, dhe e dyta ai thoshte që ne i kemi ofruar iranianëve që ndërtojmë sistemin mbrojtjen ajrore dhe ata kanë refuzuar. Dhe sikur komentonte edhe Aleksandr Dugini përpara disa ditësh në Twitter, ai akuzonte drejt për drejt qeverinë e Pezeshkianit. Biles ai thoshte kur është bërë marrëveshja strategjike ndërmjet Rusisë edhe Iranit, qeveria e Pezeshkianit ka refuzuar që të kemi mbrojtje të përbashkët. Unë nuk e di tani kush gënjen. Gënjen iranianët, gënjen Dugini, por në qoftë se kjo është e vërtetë, që qeveria e Pezeshkianit ka refuzuar që të ketë marrëveshje për mbrojtje të përbashkët ndërmjet Rusisë dhe Iranit, atëherë kjo bie era tradhti. Ky është komentim, mund të vazhdosh për atë. Po, si do të mbetem edhe pak me Iranin derisa të dalim te Rusia, për shkak se ajo është një pikë që ka nevojitet të bëhet një analizë e thellë. Tani ministri i punëve të jashtme në ato momente kur filloi bisedat diplomatike, ja ju e përmendët në Zhenev të shkone me evropianët të bisedohet, që kuptohet që është një nonsens i vërtet, përderisa ata u sulmuan duke qenë në negociata, ata shkojnë të bisedojnë fjala me evropianët, po ne e kemi thënë këtu që nuk ka ndonjë dallim. Është SBA, është Bashkimi Evropian, ajo është perandoria sioniste. Është e njëjtë, vetëm janë përfaqësuesit e ndryshëm. Pra ju nuk doni të bisedoni me këta përfaqësues të perandorisë sioniste, po shkoni me ato të tjerit, pra është e njëjtë, a bisedon me SBA-n apo me Evropian me Steinmeier të Anglisë, i cili është çifut, pra njëjtë sikur me negocionuar me përfaqësuesit e çifutërisë ndërkombëtare. Pra çka thoshte ai? Thoshte që ne do të ndërpresim sulmet kundër Izraelit, ministri i punëve të jashtme i Iranit, në momentin kur Izraeli nuk do të na sulmojë ne. Ku është logjika e kësaj? Logjika e kësaj është ekzekutimi i planit të Izraelit. Për shkak se Izraeli e mori iniciativën e fillimit të kësaj lufte dhe është në duart e Izraelit që ta përfundojë luftën. Mirë po ne në videon që ka e bëm të parën, mua më kujtohet që iranasit thanë Izraeli e filloi këtë luftë, mirë po ne iranasit do ta përfundojmë këtë luftë. Dhe ju dëshirova sukses dhe fitore. Dhe këta ishin pritëshmëritë e mia dhe të gjithë atyre që donin që ta shiqonin fitimtar Iranin. Kuptohet që Irani fitoi, mirë po ishte një fitore në momentin kur filloi të ngjehet fitoria e vërtet, dhe në atë moment kuptohet që përderisa Izraeli ishte në një situatë të vështirë, ata vetëm filluan që mos e sulmojnë Iranin, që nënkupton armëpushimi. Pra këtu mund të kuptojmë që iranasit shkonin dhe ekzekutonin planin e Izraelit, të cilët thanë që kjo luftë do të zgjasë 2 javë dhe mbas 2 javë do të kemi marrëveshje në mes SBA-s dhe Iranit. Pra unë nuk shiqoj që Izraeli nuk e ka kompletuar planin e tyre. Dhe tani çka shiqojmë nga presidenti Trump, i cili doli fjala si hero i kësaj lufte dhe kërkon çmimin për paqe. Në të njëjtën kohë kuptohet që Netanyahu konsiderohet sot hero në Izrael për shkak se i dha një goditje të madhe Iranit dhe fjala se i kanë shkatruar të gjithë reaktorët
nuklear të Iranit dhe tani nuk ka një kërcënim nga Irani për ta zhdukur Izraelin dhe që sipas gjithë gjasave të opinionit publik në Izrael, tani Irani do të ulet në biseda apo negociata me SBA-n dhe do të arrijë një marrëveshje. Pra, në momentin kur filloi ky armëpushimi, menjëherë kishim lajme nga qeveria e Iranit se ata do të negociojnë me SBA-n, që lënë të dyshojmë që gjithë është e planifikuar. Tani mbrëm e shikjova një intervistë të ministrit të punëve të jashtme të Turqisë. Më fal të ndërpres vetëm duhet bëj një specifikim. Se që ka forçarje brenda Iranit këtë diell dhe bufi. Por unë di edhe këtë gjë që kur u bë kundër përgjigja ndaj sulmit që bëri Izraeli në datën 13 qershor, kundër përgjigja nuk erdhi nga presidenti, nga Pezeshkiani, erdhi nga Khamenei. Ai e vuri gardën në luftë që nisën kundër sulmet kundër Izraelit. Pra, çfarë duhet të them, me sa unë kuptoj nga larg, është pak a shumë teza që ju po hidhni që ka një përçarje brenda Iranit, brenda qeverisë dhe ushtrisë, ku qeveria luan loj me zionistët, ndërsa është, me sa e shoh unë domethënë, është Khamenei me gardën revolucionare që bëjnë rezistencën. Tani ne mund të mos bien dakord mbi rolin e Khameneit, ku edhe unë mendoj që Khamenei duhet ta tërheqë ato fatva për ndalimin e bombës atomike, nga që sigur edhe ju e keni thënë më herët që pa bombë atomike ata do ta zhdukin Iranin. Dhe mos prodhimi i bombës, për mendimin tim, është edhe shkaku i luftës, se Irani po ta kishte bombën, Izraeli nuk do e kishte bombarduar. Por në anën tjetër, unë shoh që brenda qeverisë iraniane i ke 3 pushtete. Njëri është pushteti i këtyre reformatorëve të Pezeshkianit, tjetri është i ushtrisë, i gardës revolucionare, dhe tjetri është Khamenei, që kuptohet është me gardën, por nuk ka çfarë t'i bëj qeverisë. Dhe nëse e lexove postimin në Twitter që Abbas Araxhi ishte bërë sot ndaj kundër përgjigjen ndaj Trumpit, ai thoshte, dedi Trump thoshte, ti kërkon që të bësh negociata me ne, por përpara se të bësh negociata me ne, duhet që të respektosh liderin suprem. Tani si e lexova unë këtë deklarat të Araxhit, biles prit ta ndaj këtu me shikuesit që ta citoj korrekt. Domethënë, unë këtë deklarat të ministrit jashtëm iranian e lexova pak a shumë si një mesazh që ai jep amerikanëve, që i thotë, ore, ne duam që të bëjmë marrëveshje me juve, po ju duhet të ndaloni ofendimet ndaj Khameneit, nga që për sa kohë Khamenei thotë jo, qeveria nuk bën dot gjë. Dhe këtu është deklarata e Abbas Araxhit, i cili thotë kompleksiteti i iranianëve është i famshëm e tjerë. Edhe nëse presidenti Trump është serioz që ai do marrëveshje me ne, ai duhet të ndaloj gjuhën ofenduese dhe të papranueshme gjatë ndaj liderit suprem të Iranit, edhe ai përmend termin Ayatullahi i Madh Khamenei, dhe të mos preki ndjenjat e miliona ndjekësve që ai ka. Domethënë, unë si e lexoj këtë fjali, unë e lexoj këtë fjali si një ofertë e Araxhit për të vazhduar bisedimet, por i thot përpara bisedimeve ti duhet i kërkosh të falur Khameneit, sepse nëse Khamenei nuk do, ne nuk bëjmë dot bisedime me ty. Unë këtë e kuptoj. Sepse domethënë duhet kuptojmë se si funksionon sistemi iranian, ndërsa qeveria, presidenti kanë pushtetin administrativ të vendit, Khamenei ka atë fuqinë e vetos. Dhe është Khamenei që ka thënë në ditët bile që kur nisi lufta, që tha ne nuk do bëjmë paqe, nuk do kërkojmë për paqe, për armëpushim me zionistët, dhe nuk do tërhiqemi. Dhe unë me sa e kuptoj, domethënë, këtë
deklarata e Araxhit është pak a shumë një deklaratë që ai i drejtohet amerikanëve, i thotë ne jemi gati për bisedime, por duhet i mbushim mendjen Khamenei. Ai lexon edhe ti në të njëjtën mënyrë si unë? Unë lexoj se janë të gatshëm për negociata, janë të gatshëm Më fal, Por- është qeveria e gatshme, por jo Khamenei. Unë kështu e lexoj. vetëm pajtohen, po ta përfundoj. A me thënë, jo vetëm për negociata, po janë të gatshëm edhe për pranimin e gjithë kushteve të perëndimit nga kjo qeveri, dhe ata kur thuajnë ju duhet ta respektoni Hamanei, ata e kanë parasysh se Hamanei së shpejti do të vdes, sa ai ka 86 vjet, 87 vjet, dhe është e pamundur që në këtë moment, sidomos pasi që ai i tha fjalën se populli iranian nuk do të dorëzohet kurrë dhe dolën fitimtar dhe arriti që t'i emroj generalet e ri, të cilët korën sukses. Pra kuptohet që në këtë moment personi më i dashur dhe më i respektuar është Hamanei dhe kundër dëshirës së tij nuk mund të bëhet asgjë. Por ata e përgatisin terrenin pas Hamanei. Domethënë pas Hamaneit, ata kjo qeveri do ta marrë pushtetin dhe kuptohet që do të përpiqen të realizojnë planet e tyre ashtu që kur janë duke u përpjekur që të afrohen me perëndimin. Ata apo Araçi po ashtu nuk e kontrollojnë parlamentin. Parlamenti është më konservator dhe parlamenti solli rezolutën që të tërhiqet Irani nga Non-Proliferation Treaty, që nënkupton bashkëpunim me agjencionin për nuklear me qendër në Vjenë e OKB-s, dhe kuptohet që i ka duart e lidhura Araçi. Pra, pa mbështetjen e parlamentit dhe Hamanei, ai nuk mund të hyjë në negociata të drejt për drejta me SHBA. Në negociata mund të hyjë, mirë po nuk mund të bëj kompromise. Po. Më fal, të ndërpres për një moment se është edhe një faktor që duhet të shohim, është që kur nisi lufta dhe ishte rrezik për të vrarë Khamenei dhe izraelitët për kërkonin, Khamenei ja ka dhënë drejtimin e vendit Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare. Dhe ky Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare, që drejtohet nga Ali Akbar Ahmadiani, dhe që në bordin e këtij Këshilli Suprem Sigurisë Kombëtare kemi presidentit Masud Pezeshkianin, Mohamed Bagher Galibafin, që ky është nga Garda Revolucionare, Golam Hossein Mohsenin, që është ministri i drejtësisë, Hoj Ahmed Xhenetin, i cili është besnik i Khamenei dhe Khomeinit, dhe Said Xhalilin, i cili është me Gardën Revolucionare dhe duhet bëhej presidenti, Abdul Rahim Mosavin, që është shefi i ushtrisë. Por përveç këtyre kemi edhe këta ministrat e qeverisë, edhe dua të them që kur ka nisur lufta, nga që ishte frikë se mos Izraeli vriste Khamenei, për çështjet e sigurisë kombëtare, në këto momente, edhe nëse Khamenei nuk është prezent, është Këshilli i Sigurisë Kombëtare ai që vendos zbulën. Domethënë, edhe po doj Pezeshkiani që të bëj marrëveshje me amerikanët, më parë çështja duhet të kaloj tek ky këshill, biles dua të kujtoj këtu shikuesit se një fakt me shumë rëndësi që nuk e përmendëm në këtë bisedën që po bëjmë është, nëse mban mend, duket kemi bërë një video në bashkë në datën 23 duket, kur parlamenti iranian, jo e kanë bërë me Red Barakun duket, kur parlamenti iranian kaloi rezolutën për të mbyllur kanalin e Hormuzit. Paqja do të vi direkte pasi kaloi në parlamentin iranian dhe vendimi i parlamentit ka shkuar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, por nuk është implementuar. Janë dy gjëra që duhet përmendim. Për mendimin tim, arsyeja pse Trumpi do bëj paqen datë 25 do të vi pasi parlamenti iranian do kaloj rezolutën për të mbyllur kanalin e Hormuzit. Mbyllja e kanalit Hormuzit është bombë nukleare për ekonominë botërore, se do bllokohet nafta dhe gazi
do bien monarkitë arabe, do hynë krizë, nuk do ketë naftë perëndimi. Unë mendoj që kjo është arsye pse ata direkt e ndituan. Domethënë, Parlamenti iranian e kaloi këtë rezolut pasi u bombarduan centralet nukleare. E para. E dyta, momentet kur Izraeli shpalli që donte ta vriste Khamenei, Khamenei ja dha të gjithë pushtetin absolut, ja dha Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Domethënë që edhe nëse ai do vritej, do ishte Këshilli i Sigurisë Kombëtare që do vendoste për çështjet e luftës dhe të paqes. Edhe dua të them që sikur tregon edhe përbërja e këtij këshilli, kemi luftë edhe brenda këtij këshilli, se kemi edhe ministrat e reformatorëve, kemi edhe përfaqësuesit e gardos revolucionare. Po ndjek? Po, Vazhdoj den, po si thjesht e solla këtë si detaj që të kuptojnë edhe shikuesit, domethënë atë luftën e brendshme që ekziston për pushtet në këto momente në Iran. tani vetë emri i këtij operacioni quhet Premtimi i Vërtet 3. Real si vinte në Real Promise apo si i vin në anglisht. Çka do të thotë kjo? Se True Promise. True Promise. Pra kishim True Promise 1, pasi u sulmua konsullata e Iranit në Damask, kishim True Promise 2, të cilën në atë kohë ishte Pezeshkiani në qeveri, po në të gjithë kemi bë video që ishte një ngushteti nga ana e gardës revolucionare pa lejen e qeverisë sulmuan Izraelin, dhe kur duheshte True Promise 3 të bëhet, që kishte në arsye të plota, atëherë qeveria e Iranit nuk e ndërmori atë, dhe mbas 9 muajve apo sa shkuan, atëherë ishte një sulm i vërtet, dhe tani kur u përgjigj përsëri garda revolucionare, atëherë qeveria ja vëri emrin True Promise 3. Një, për ta përmirësuar gabimin e tyre, po 2, çka mendoj unë është më kryesorja, pra është një sulm i limituar. Pra nuk është luftë, pra është një sulm i limituar si kundër përgjigje. Pra sikur ishte 1-shi, 2-shi, po ja edhe 3-shi, që ishte një sinjal se ne pajtohemi me këtë luftë dyjavore. Pra nuk ishte luftë kundër Izraelit, shkatrimin e Izraelit, për shkak se janë duke na shkatruar neve, po ishte një përgjigje nëpërmjet qeverisë në koordinim, unë besoj, me qendra të errta të perëndimit, dhe ne duhet ta kemi parasysh, Olsi, që Pezeshkiani nuk është politikan, është askushi. Ai nuk ka njëherë qëndrim si president i Iranit. Ne e dim si erdhi ai në pushtet pas vrasjes së Rais Ibrahimit, apo Ibrahim Raisi si e kishte emrin, dhe bëj fjalë për një grushteti i koordinuar nga perëndimi. Tani pse doli ai si një turk, se ai është turk edhe nga nëna edhe nga baba. Dhe po, ato e quajnë veten turk, po turk Azerbejxhanit, pra edhe ka video ku thotë unë edhe nga nëna edhe nga baba jam turk. Mendoj e thot në turqisht. Dhe ishte një projekt, besoj unë, si këta sorosistët kur nxjerrin ndonjë minoritet, pse për shkak se do t'i ketë votat e minoriterëve dhe plus në përgjithësi votat e të tjerëve do të marrë 51%. Kush qëndron mbas Pezeshkianit? E kemi biseduar. Është ish ministri i punëve të jashtme, zavens presidenti i Iranit, Zarifi. Është Zarifi ai i cili shkoi në World Economic Forum dhe i ka bë këta hesape me çifutrin ndërkombëtare, me Netanyahu, me Trumpin. Dhe unë besoj që ai nuk është zhdukur nga skena politike, edhe pse 2 herë ka dhënë dorëheqje, edhe pse nuk mund të emrojë ministër për shkak se nuk mund të kalonte në parlamentin iranian. Dhe këtë e kam si fakt para 2-3 ditëve në Press TV, në faqen e atyre, e jepten se çfarë ka thënë Zafiri në X, që unë nuk e ngjeki, po e pash që ende e kontrollon Press TV-n, Zafiri dhe ekipa e tij, dhe Araçi është përkthyesi i Zarifit. Zarifi, po është ky Araçi është përkthyesi i Zarifit, i cili i bënte bisedimet për traktatin për
pasurimi nuklear me SHBA-n në atë kohë. Më falë, një minutë të Dhe ndërpres. besoj që Më falë, shive nga posterat më të fundit që janë bërë në Iran për të festuar fitoren në luftën me Izraelin, edhe si mund ta shikosh këtu, kush është personi kryesor i këtij posteri? Është Abbas Araçi. Nuk është Khamenei. Çfarë do të thotë kjo? Që po mundohen që grushteti. po mundohen të ndërtojnë, domethënë po ndërtojnë të ndërtojnë mitin Abbas Araçi. Kupton? Kurse këtu në këtë poster duhet të ishte Khamenei. Kupton? Është luftë shumë e egër, është luftë shumë e egër që Por si tani mbram ishte ministri punëve të jashtme i Turqisë. Dha një intervistë 2 ore, nuk e ndjeka krejt, mirë po ajo çka më interesante ishte, pra edhe pse I kisha dyshimet, po ai e verifikoj. Pra sulmin kur e ka ndërmarrë SHBA-ja kundër reaktorëve bërthamor, e ka lajmëruar Turqinë. Pra kanë qenë në lidhje kontakti ministri punëve të jashtme I SHBA-s, Marco Rubio, me ministrin punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan, dhe I ka thënë që aeroplanët B2 janë në ajër. Kjo do me thënë se së shpejti do të sulmohet Irani, se nuk kanë arsye tjetër pse të jenë në ajër ata, edhe pse diskutohet gjatë gjithë kohës në Fox TV se ja do të sulmojnë me ata bomba që e shpojnë edhe bunkerin. Dhe kuptohet që ministri punëve të jashtme tha unë informova Iranin. Pra bëhet për një sulm I kompromis. Pra iranianët si duket e kanë nxjerr uraniumin nga reaktorët bërthamor. Tani a është e lehtë për ta nxjerr? Besoj është shumë e lehtë se bëhet fjalë për 400 deri 600 kg uranium, të pasuruar deri në 60%. Kjo çka do të thotë sa bëjnë 400 kg? Domethënë me një veturë private mund të hyhet brenda. 5 veta nëse hyn në atë veturë nga 80 kg është 400 kg. Pra me një veturë apo me një pick-up mund taj uraniumi të jetë marrë dhe tani është larguar nga aty. Më fal, një moment, diçka që duhet të përmendim te puna e bombardimit të centraleve atomike. Që ti e përmendë që amerikanët I thanë iranianëve nëpërmjet Katarit edhe Turqisë që do të godasin. Unë mendoj se goditja që bëri Trumpi, bën amerikanët ndaj centraleve nukleare, ishte një farë qoke që ata do t'i jepshin Netanyahut, se po flasim për luftën e brendshme në Iran, edhe një gjë tjetër domethënë që duhet të përmendim për Iranin. Irani u godit shumë keq fal tradhtisë së brendshme. U ka patur agent të Mossadit që nga qeveria edhe deri brenda gardës revolucionare. Unë po t'isha general Hossein Salami që ata vran, tani nuk e di, harrova se si ka emrin ky general I ri, unë do kisha vendosur gjendje të jashtëzakonshme. Unë do kisha arrestuar presidentin, do ta ktheja Iranin Koret Veriut, do prodhoja bombë nukleare, do e mbyllja vendin sepse kjo është jeta vdekje. Kjo gjë nuk po ndodhe e para. E dyta, dua të them te amerikanët dhe Trumpi I thanë iranianëve që do t'u godasin, sepse edhe për mendimin tim edhe sulmi amerikan ka qenë, domethënë që ta mbyllin muhabetin pa shumë dëme. Apo ta zbatojnë planin e Netanyahut për 2 javë. Po që edhe ti shpëtonin fytyrën e Netanyahut, se domethënë duhet të shohim edhe këtë gjë tjetër. Netanyahu kur hyri në luftë, hyri kështu me triumf të madh, po çohen luanët e Judeas e tjerë dhe pastaj hëngri bomba dhe u bë shosh Tel Avivi dhe Haifa nga iranianët. Ama po shikoje, kundërpërgjigjja e iranianëve ishte gjithmonë e moderuar. Domethënë prisnin do na godasin e Izraeli, pastaj neve do të godasim ti. Dhe kjo tregon që ka frena brenda sistemit. A I thoni frena ju në maqedonisht? Si thoni atyre? Po, koshnica ju thon. Koshnica. Ka koshnica brenda sistemit iranian që nuk e lejojnë gardën revolucionare që ta bëjë fi Izraelit. Sepse garda revolucionare, nëse do vazhdonte me bombardimet masive me nga 300 raketa në ditë, do ishte shuajtur Tel Avivi, Haifa, Ashdodi dhe Çifutria do kishte ikur në Evropë tani. Dhe unë mendoj se arsyeja se faktikisht Netanyahu filloi që në javën e parë të luftimeve, sidomos nga data 18-19,
ai fillovi të jepte mesazhe, thoshte jo, ne nuk e ndryshojmë dot regjimin, do ta ndryshojnë iranianët, ne bëm goditje, ne vram krerët e gardës dhe sikur njoftonin kanale të ndryshme në Telegram e tjerë, ai nisi ti apelonte Trumpit që të hynte në luftë, kuptoj Trumpi nuk do hynte në luftë, sikur e përmendë edhe ti më herët se kishte problemet me bazën e tij MAGA në Amerikë, e cila do rebelohej. Dhe unë mendoj që Trumpi, goditjen që i ka bërë centraleve nukleare në datën 22 korrik, e bëri që t'i shpoj fytyrën Netanyahut. Se Netanyahu kishte nevojë që t'i thoshte popullit që shive, ne shkuam i vram ata komandantët e gardës, Khamenei ndoni me vrap, po nuk e vram dot, dhe ja shkatruan centralet nukleare, ti e ke ndjekur domethënë sherrin e madh që po bëhet në Amerikë tani, ku New York Times e gjitha këto mediat, edhe CNN po thonë që ky nuk ka shkatruar asgjë, sikur e the edhe ti, nuk është problem që ti marrësh ato 400 kg uranium edhe ti heqësh nga centrali. Pra duket që goditja ishte e gjitha kozmetike dhe insistimi i Trumpit, që thot Trumpi ne e shkatruam programin nuklear iranian e tjerë, bëhet për Netanyahun. Bëhet për Netanyahun që Netanyahu t'i zbardhet fytyra, që Netanyahu përpara publikut iranian, izraelit, thotë që ja hym, me të vërtet na goditi Irani, po edhe ne e goditëm Iranin dhe ja shkatruam programin nuklear. Apo më ndjek? Po. A je në një mendje me mua për këtë? Që goditja ishte marrëveshje vëlla, që bëhet. Dhe për ndryshe nga deklaratat e Khameneit, se Khamenei tha ne nuk do të rigjemi nga lufta, besoj se marrëveshjen e ka bërë Pezeshkian. Po, vetë fjala e ministrit punëve të jashtme përsërisi, i cili filloi në fund të thoshte në momentin kur do nuk na sulmoj Irani, edhe ne nuk do ta sulmojmë. Kjo nënkupton se i thëmë ja dha topin në duart të Netanyahu. Momentin kur nuk do na godati Izraeli, jo Irani. Se bëre lapsus. Po, bëj shpesh ajo, edhe ndjekësit. S'ka problem. Na ndjekin, besoj që e kuptojnë edhe kur bëj lapsus. Okej, përpara se të vazhdosh komentet e tjera, unë dua që të luaj videon e Imam Khameneit këtu, ku ai shpall fitoren kundër Izraelit, edhe ta mundohemi që ta komentojmë dhe të shohim se çfarë po ndodh brenda اونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده. Tani arritet ta shohësh videon? Po, arrita që ta lexoj anglisht. Pa e kuptova se edhe ato i thënë mileti iranian. Ai thotë e përgëzoi popullin e Iranit për fitoren, me goditjet që i dhan pothuajse e shtypëm regjimin e zionist. Amerika, thot ai, u detyrua të futet në luftë që ta shpëtonte regjimin. Dhe unë mendoj se Khamenei ka drejt me këto. Domethënë, goditjet ishin shumë të rënda për Izraelin. Netanyahu u dëshpërua, s'kishte çfarë të bënte, friti amerikanët, dhe amerikanët hyn në luftë, u bën atë goditjen selektive kundër këtyre 3 centraleve nukleare, duke thënë iranianëve që do të godasin, dhe edhe goditja iranianëve ishte gjithashtu kozmetike, se pasi këta goditën centralit, edhe Irani goditi bazën Al Udeid në Katar edhe bazën në Irak, më duket. Edhe iranianët bën njëjtën gjë, i thanë amerikanëve do të godasin. Pra për mendimin tim, përveç këtij show-ut të madh që bëhet ndërmjet Amerikës dhe Iranit, mendoj që konkluzioni është ky, që Izraeli e nisi luftën datën 13 qershor, po sikur thot populli nuk pati byt që ta mante. Edhe
u detyrua që friti Amerikanët që t'japi një fund. A je dakord me këtë që po them? Po, unë besoj që Amerikanët prej fillimit ishin të involvuar. Ishin Si të e tha ty, edhe involvuar, me po inteligencë, po. ishin të Edhe me involvuar aeroplanët ushtarak, edhe duke i aeroplanet edhe furnizuar në ajër në ajër, aeroplanët me kerozin, po jo vetëm SBA-ja, e gjithë NATO-ja. Pra kjo është një humbje e SBA-s e NATO-s edhe Izraelit. Kuptohet që fitimtar është Irani. Kuptohet që mbështetja e mundshme e Rusisë dhe e Kinës do ta detyronte kolapsin e të gjithë perëndimit. Dhe ata ishin të detyruar që ta përfundojnë, pasi që vërejtën se regjimi nuk mund të rrëzohet, i gjithë populli apo shumica e popullit të Iranit u solidarizua me ushtrinë në këtë luftë dhe u tërhoqën. Tani neve na kujtohet që Trump, bile bisedën e fundit kur e kishim, Trump sa kishte thënë që brenda 2 javëve do të marrë vendim. Unë në atë video thash që Trumpi e ka marrë vendimin për ta goditur Iranin. Mirë, pa nuk priti 2 javë. Arsyeja është se i kanë shkuar këshilltarët dhe i kanë thënë që nuk mund të qëndrojë edhe 2 javë Izraeli, dhe sidomos e shiqojshim në video e fundit, goditjet e fundit nga Irani kundër Izraelit ishin fatale, pra kishim vrasje të shumë njerëzve, se sa janë vrarë ushtarë apo në bazat ushtarake, këta informacione nuk i kemi të gjitha. Po ndërhyri Trumpi me një plan që e kanë organizuar më herët, po ne e i kemi bën në biseda që ai sulm nuk do të ketë asnjë efekt, dhe kuptohet që nuk ka asnjë efekt, e gjithë kjo është një show, fjala se i kanë shkatruar. Ajo reaktori bërthamor është ndërtuar nga koreanët verior dhe është parapa që të qëndroj edhe atyre bombave të Amerikës dhe nuk ka asnjë dëm, prandaj edhe nuk ka kamera aty. Mirë, po i konvenon edhe politikës së Iranit, të cilat thuajnë që mund të jetë dëmtuar shumë, pra që ta mbyllin, mos ju japin përgjigje se ku është uraniumi, dhe shpresoj që tani përfundimisht janë duke prodhuar bombën atomike, dhe mbas nëse është 60%, brenda një jave mund ta bëjnë bombën atomike nëse i kanë centrifugat. Tani Irani e ka zhvilluar shumë industri nukleare dhe centrifugat i prodhon vetë, dhe mbas një analize që ka e lexojsha, SBA-ja në periudhë të fundit të gjithë uraniumin e pasuruar e merr nga Rusia thuajse, dhe nuk ka teknologjinë për të prodhuar uranium të pasuruar, dhe në këtë marrëveshje që do të arrijë Trumpi me Iranin, një ndër marrëveshjet do të jetë që të blejnë centrifugan nga Irani. Është pak për tu habitur, po besoj që është e vërtetë. Kush do blejë centrifugan nga Irani? SBA-ja. Pse? Për shkak se ju mungon teknologjia, po për shkak se me inteligjencën artificiale, juve ju kujtohet ose kur ishte Elon Musk në pushtet, ai thoshte që për përdorimin e inteligjencës artificiale nuk mjafton rryma që e prodhon SBA-ja, për shkak se do duhet shumë më shumë të prodhojmë rrymë, dhe alternative vetme është reaktorët bërthamor. Bile disa reaktorë të vjetra të Amerikës filluan që t'i renovojnë dhe t'i hapin përsëri, dhe ju mungon teknologjia për shkak se e blejnë uraniumin e pasuruar prej Rusisë. Mirë, po Irani për shkak se ka investuar shumë, po. Pra amerikanët nuk pasurojnë vetë uraniumin, e marrin nga rusët? Po e ka lënë bazdore me sebet këtyre agjendave për ngrojen globale, green, edhe kanë betë shumë bas, teknologjia kuptohet nëse mbetet mbas, nëse nuk prodhon telefon mobil brenda 10 viteve, brenda 10 vite e gjithë teknologjia ndryshon dhe nuk mund ta kapish me kohë. Pra iranianët i kanë inxhinierët, e kanë përvojën, e kanë teknologjinë, dhe po ashtu amerikanët, fjala se karota dhe çka përmendesh, shkopi dhe këllaçi dhe kulaçi. Kulaçi dhe kërbaçi. Kulaçi dhe kërbaçi. Nuk e di unë se e keni vëndej, po toskë do thënë kulaçi dhe... Nuk e përmendim shumë, po e kuptojnë ndjekësit, këta perëndimit thonë karota dhe shkopi, dhe tani ka disa para të bllokuar Irani në bankat e SBA-s, besoj që tani bëhet fjalë për $30 miliardë, të cilat do t'ja lëshoj Trumpi nëse arrin marrëveshje, dhe ka edhe $80 miliardë të cilat Biden i lëshoi, i dërguan në Katar, po besoj që në Katar
janë bllokuar atje apo nuk mund të shfrytëzohen për qëllimet e qeverisë iraniane, është e limituar. Pra ka shumë gjëra që qeveria e Pezashkian dhe Xhafiri apo Qafiri, i cili qëndron bas atij, është në marrëveshje besoj se me perëndimorën. Jo Xhafiri, Xhafar, Zarifi më. Po Zarif, po Xhavadi, e quajta Qafir se me të vërtet duket Qafir. Jo prej tani, para 10 vjetëve njëjtë më duket. Mendoj se ne e ndjejmë politikën e Iranit. Një moment se domethënë kam bërë një postim para ca ditësh në Facebook ku i tregoja se shumë muslimanë vehabist kuptohet që janë me Izraelin edhe janë të lumtur e thonë jo këta shia këtu ashtu. Edhe po i thoya vetëm shikoni kush e përbën qeverinë amerikane, se shumë domethënë se presidenti Trump është një pedofil dhe një kurvar i provuar nga dosjet e Epsteinit, ordhunimet e kalamojve, deklaratat e domethënë një zinaxhi kurvar nga koka deri në këmbë, ordhunues. Sekretari i shtetit Kumarxhi gjitha fshijat mo, gjitha haramet e dynjos i gaj. Ai është qafir nga koka në këmbë. Sekretari i shtetit Marco Rubio, përveç se që është zari i Aldersonëve, është doli edhe me kryqin në kokë, domethënë është çfarë them të kryq. Dhe me kokainë është marrur një familjar i afërt i tij. E treta, Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes, është qafir. Domethënë kur ja shkruajnë emrin e shkruaj Pete Qafir Hegseth, se ti e ke parë që ka atë tatuën këtu. Po, kafir. Domethënë ka shenja më të mëdha për një besimtar në këtë konfliktin që u bën ndërmjet Iranit edhe Amerikës. Shenjat janë qarta që kjo aleanca e zionistëve është aleancë qafirësh. Hapta. Si pati shumë vehabistë që thonin se bën lojra Iran, jo, se nuk e kanë me termen ata bëjnë politikë etj. Dhe domethënë e hidhnin gjithë ato domethënë se jo do ta kuptojmë diçka, pse po sulmohet Irani, pse po ka program nuklear, edhe Pakistani ka bomba atomike, ka Kina, ka Izraeli, por kemi të bëjmë me një apartheid kundër Iranit dhe arsyeja e apartheidit është edhe Turqia ka program nuklear. Po, domethënë me Iran nuk është problem, me Iranin nuk është problemi bomba atomike. Me Iranin është ideologjia e vilajetit të Fakihut. Sigur e përmendëm ti në fillim të emisionit, të vrau Izraeli, vrau krerët e gardës revolucionare. Pse i vrau? Nga që ata besojnë në Mehdiizëm. Ata besojnë që e kanë detyrë fetare, janë ushtria e Imam Mehdiut dhe duhet çliroj Palestinën, se për Palestinën bëhet e gjithë loja. Dhe dua të them që e gjithë kjo luftë që po bëhet, edhe lufta e brendshme që ne po diskutojmë ndërmjet tyre Xhavad Zarifave me kompani, është lojë e madhe domethënë që bëhet për të shkatëruar vilajetin e Fakihut. Sepse në momentin që shkatërrohet Republika, se domethënë Netanyahu e tha shumë qartë, e tha edhe Trumpi në një nga ato Twitter edhe ti, we will make a regime change, do ndryshojmë regjimin. Se problemi është regjimi. Se kush e ka dhënë programin nuklear iranianëve në kohën e Shahut? Amerikanët e vënë. Nuk kishin problem ata me Shahun zhvillonte bombën atomike. Problemi është ai që thot Benjamin Netanyahu në librin e tij Fighting Terrorism, që ka botuar 1995-ën. Ku thot nuk duhet t'i lejojmë iranianët që zhvillojnë bombën atomike, se po e zhvilluan bombën atomike, atëherë ne nuk i mundim dot, dhe ata do thonë dima e Allahut erdhi tek ne. Pra kemi të bëjmë me një apartheid nuklear kundër botës islame. Është apartheid nuklear i cili nuk do t'i lejë muslimanët që janë idealistë, se kanë edhe këta të Pakistanit, po këta e kanë për Indin, nuk e kanë për shkiruar Palestinën. Dhe e gjithë kjo luftë që bëhet kundër pushtetit të vilajetit Fakihut, e gjithë kjo fitnë që bëhet, që thotë jo ata iranianët janë shitë, jo nuk janë muslimane, jo janë me Izraelin etj, bëhet me një qëllim të vetëm, triumfi i Izraelit dhe zionizmit. Dhe për këtë arsye Khamenei, për këtë arsye garda revolucionare janë problem. Amerikanët nuk do kenë asnjë problem sikur këta Xhavad Zarifët ta marrin pushtetin në Iran. Po ta marrin pushtetin do t'i linë për 1 milion vet. Edhe sikur e përmendë ti, pjesë e këtyre bisedimeve që grupi Pezeshkianit ndoshta do të bëjë me amerikanët, nëse i lejon Khamenei dhe garda revolucionare, do të jetë që iranianëve t'i marrin, se këtë po ulur tani Trumpi, t'i marrin uraniumin, të ndalojnë sponsorizimin e Iranit për Hizbullahin e Hamasit edhe grupet e tjera që luftojnë për shtirimin e Palestinës, Irani t'i japi fund
revolucionit islamik, sepse është revolucioni islamik i 1979 që prishi planet e zionizmit botror. Po, si se tani nuk mund të hymë edhe tema tjera se u bot gjatë, nuk folëm për Rusin, nuk folëm për Kinën, po pa qeter një dy fjalë të thuajmë për Rusin. Tani, për marrëveshjen strategjike mes Rusisë dhe Iranit e filloi Raisi Ibrahimi. Dhe neve na kujtohet ajo fotografi kur u takuan gjatë edhe pse Me lufta Putinin. ishte me Ukrainën, në Ukrainë Po. dhe diplomatët apo mbushtetasit refuzonin që të shkonin në Moskva, si shembull e kemi kryeministrin e Pakistanit, i cili rastësisht goditi ditën e parë dhe kur u kthye i bën grushteti, pra edhe e futën në burg. Pra Raisi shkoi dhe bëri marrëveshje strategjike dhe e dim përfundimin e Raisit. Po është momenti kur Raisi takon Putinin dhe i thot selam aleikum. Po, nuk më kujtohet ai detaj, mirë po, tani marrëveshjen e ndryshuan kur shkoi Pezeshkian me Zarifin. Dhe për një marrëveshje strategjike unë besoj që Putini ka të drejtë aty, se ata kanë refuzuar për shkak se bile edhe thuhet edhe në lajmet e Rusisë që qeveria e sotme e Iranit flirtron me perëndimin. Dhe mu më kujtohet ky Zarifi kur filloi atëherë tha fajtori i luftës Rusisë është Ukrainë, është Rusia, se Rusia e sulmoi. Pra kjo ishte një sinjal se ja ne Rais Ibrahimi marrëveshjen të cilën e bori ne nuk do ta zbatojmë dhe do ta modifikojmë dhe kuptohet që e kanë modifikuar dhe mbas informatave që i kam unë, ata nuk i kanë paguajtur parat për raketat kundërajrore dhe kuptohet përderisa si ke paguar, atëherë nuk ke pse të presësh që të arrin ata në Iran. Dhe mbas asaj që arrita të kuptoj, raketat S-400 dhe S-300 që gjenden në Iran, ata vetëm gjenden aty për të mbrojtur ata reaktorët bërthamor në të cilat punojnë shtetasit e Rusisë dhe për të cilat drejt për drejt Putini ju kërcënua Netanyahu që nuk guxon të sulmojsh ata për shkak se aty kemi të paktën 200 punëtor rus. Duhet ndërpres vetëm këtë detaj që e përmendet të ndoli nga mendja. Domethënë ndërsa bëhet gjithë kjo burgule sikur Amerika me Izraelin kanë shkaktuar programin nuklear iranian, ata kanë bombarduar vetëm 3 centrale. Bushehri nuk është prekur. Në këto momente që ne flasim, Bushehri prodhon energji, sepse është fakti nga që Bushehrin e ndërtuan rusët, Putini tha kemi 200 rusë që punojnë aty dhe as amerikanët, as izraelitët nuk e kanë prekur Bushehrin. Apo jo? Po edhe Isfahani është sulmuar vetëm me Tomahawk prej nëndese, pra nuk asnjë dëm nuk ka. Po, ama Bushehrit nuk i kanë ndodhur asgjë. Bushehri nuk ka prek as pak. Bushehri vazhdon operon, prodhon rrymë elektrike, edhe ndërsa Trumpi thotë shkatruan programin nuklear iranian, ta pyesi dikë që thotë po Bushehr që ata e kanë akoma. Vazhdon ai me uranium, ai prodhon rrymë. Pra është një mit, po vazhdo se të ndërpreva. Pra është një show, kuptohet që është një show. Tani besoj që u zgjatëm shumë, nuk dua të hym se është analizë në vetë çështja e Rusisë me Iranin dhe me lindjen e mesme, lidhjet e Putinit me çifutrinë ndërkombëtare dhe me Izraelin, me sionizmin. Besoj që mjafton për sot ka thënë. Mjafton për sot, unë doja vetëm që po mundë me pak fjali duhet të bëjmë një bisedë tjetër inshallah për Rusin, Putinin, Iranin edhe zionizmin, por unë doja vetëm, domethënë, pak a shumë se si e parashikon fundin e kësaj përplasje. Tani sipas mendimit tim është që kjo është një moment shumë i rrezikshëm për të ardhmen e Islamit dhe të Iranit, nga që Trumpi është i pari president që thyu tabun për goditjen e Iranit. Se domethënë Trumpi kur mori presidentën i bën ke presion Netanyahu zionistët në janar, bëri 1 muaj luftë kundër Huthive, pastaj u tërhoq se shpenzovi gjithë ato lekë etj. Ama me goditjen që i bën Iranit, për mendimin tim këta kanë hapur kutinë e Pandorës dhe këto do të vazhdojnë sulmet kundër Iranit. Dje ministri i jashtëm izraelit i mbrojtjes, Israel Kapti,
i jep urdhër IDF-it që të bëhet gati për sulmuar Iranin përsëri, që tha nuk do ta respektojmë atë armë pushimin. Dhe unë mendoj që Iranin do ta godasin prapë. Dhe unë shpresoj tani që në këto momente garda revolucionare ta ketë marrë në dorë pushtetin, mos ta pyesi fare Pezeshkianin të riparoj raketat që ka, t'i drejtojë të gjitha kundër Izraelit, sepse ne e pam domethënë nga kjo lufta 12 ditore që Izraeli mëson vetëm me dhunë. Domethënë nëse zionistët shohin që i dobët, ata të hysin. Dhe e vetmja gjë që ata kanë frikë është forca. Dhe unë shpresoj që garda revolucionare të jetë duke zhvilluar bombën atomike, se sikur e kemi thënë në bisedat më herë që kemi bërë bashkë, pa bombë nukleare ata do ta zhdukin Iranin. Por ngjelet për të parë se çfarë do bëjnë amerikanët. Këtu dua të përmend atë incidentin që ndodhi përpara pak ditësh, kur presidenti Medvedev shkroi në Twitter ku tha nëse është problem bomba nukleare, tha Irani tha s'ka nevojë ta blej, tha ka shumë vende që janë të gatshëm të shesin disa koka nukleare. Mendoj që ky ishte mesazh nga Federata Ruse ndaj amerikanëve që t'i thonin se po bëni gjithë këtë rrëmuj, po t'jetë nevoja ja japim neve kokat nukleare. Dhe që Trumpi ju përgjigj, nuk e mbaj mend se kush ishte përgjigja. Por unë parashoj që do kemi luftë tjetër ndërmjet Iranit edhe Nëse mund të ndërhyj, mos i ikim kësaj teme. Unë e di Rusia si u përgjigj për tweetat e Medvedev. Medvedev është person të cilët unë as pak nuk i besoj që është pjesë e liberalëve të pushtetit të Rusisë dhe është i lidhur me çifutrinë ndërkombëtare. Edhe pse është çifut Medvedev? Është pjesë e politikës së çifutrisë ndërkombëtare. Nuk e di a është çifut, por nuk ka bitem edhe nëse është çifut, përderisa kryeministri sot është çifut i Rusisë, mund të jetë edhe ai. Nuk e di, nuk kam informatë. Dhe pushteti i Rusisë kishte thënë ne jemi pjesë të traktatit for non-proliferation treaty. Dhe nuk guxojmë ne që Iranit t'i dorëzojmë bombë atomike. Pra kështu ishte besoj përgjigja e Peskov, zëdhënësi Putinit. Dhe fjala se Medvedev thotë ju nuk ka nevojë Irani ta provojë bombën atomike, mund të merrni prej shteteve të tjera, pra mund të merrni prej Pakistani apo Koreas së Veriut. Mirë po, pse mos e kanë vetëm parashtrohet pyetja. Do me thonë, Medvedev indirekt është me një mendim me Izraelin dhe Amerikën. Okej, dhe si mendon që do shkojë konflikti para se ta mbyllim? Po unë besoj që ishte një grusht i fortë kundër Izraelit. Izraeli nuk ka kapacitet që ta sulmojë Iranin, ta dëmtojë Iranin. Amerika nuk ka kapacitet që ta pushtojë Iranin. Dhe nëse bëhet një grusht shteti në Iran që ta merr qeverinë garda revolucionare, besoj që një të ardhme të shëndritshme do të ketë Irani, që të vazhdoj bashkëpunimin me Kinën dhe Rusin, të blej aeroplan ushtarak prej Kine, prej Rusie, të i bëj pagesat për sistemin mbrojtës kundërajror S-400, të asiguroj mbrojtjen ajrore, të siguroj aeroplanet ushtarak, të provoj bombën atomike, naftën e ka të sigur që mund t'ja shes Pakistanit dhe Kinës nëpërmjet edhe nëse mbyllet gushtica e Hormuzit, ata mund të shesin nëpërmjet rrugës hekurudhore, pra ka lidhje me Kinën. Pra është një e ardhme zhndritshme për Iranin dhe vetëm varet nga politika. Po e gjitha kjo mund të dështoj nëse këta pushtetarë të Iranit fillojnë të vazhdojnë negociatat me sionizmin ndërkombëtar, me çifutrinë ndërkombëtare dhe si përfundim do të zhduken si një shtet i fuqishëm apo do të bëhet cop në cop Iran. Unë do uroja dhe shpresoja që në Iran të ndodhi grushteti, garda revolucionare ta merrte pushtetin dhe ta rrëzonte nga pushteti Pezeshkianin dhe të vendoste diktaturë, sigur në Korenë e Veriut, nga që mendoj që në këtë moment që është Irani, ka që të rrezikshëm, patjetër i duhet një diktator derisa të zhvilloj bombën, pa testoj bombën, edhe ti thot amerikanëve dhe zionistëve, hajdeni, tani jemi gati të bëjmë bisedime. Por ndryshe, përpara se ta mbyllim, unë dua që të luaj këtë
Video është nga Teherani, djeshëm, ku në Teheran, në Azadi Square quhet, apo në sheshin Azadi do të thotë liri, domethënë, në persisht, Orkestra Simfonike e Teheranit i përgjigjet agresionit judeo-amerikan me një koncert ku orkestra e Teheranit ka kënduar një numër këngësh patriotike duke përfshirë këngën Ej Iran apo O Iran dhe Vatani im. Dhe në një gjë e mirë që unë mendoj që i ka bërë ky sulm që ka ndodhur kundër Iranit, është se Izraeli me amerikanët duke vrarë civil, çka kanë bërë, i kanë bashkuar iranianët, ku tani të gjithë iranian me shami, pa shami, ata që duan hoxhallarët, ata që duan të luajnë kumar, të bëjnë kurvëlliqe etj janë gjithë bashkuar bashkë, nga që e panë që amerikanët dhe izraelitët nuk i dhimbset asnjë iranian. Për ata iraniani i mirë është iraniani i vdekur, dhe që t'ja ilustroj shikuesve tan atmosferën e Iranit në këto momente, që është arritje e madhe, që e thot edhe profesor Muhammed Morandi, që thot që nga vitet 1980, kur kishim luftën me Saddam Husseinin, nuk kam parë këtë lloj uniteti. Dhe sikur thoshte general Amir Ali Hajizadeh, ne kemi problem popullin, thoshte, se s'po e ushqejmë dot me bukë. Ne mendoj në moment. Kjo është dje në Teheran. Nëse kam edhe disa fjalë. Urdhërat çfarë? Ti ta komentoj edhe këtë koncertin, nëse fjalin e fundit. Po. Tani neve na kujtohet videon kur e kemi bë, kur u bë paqja arpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut, dhe dilnin Hezbollahu feston në rrugët e Beirutit. Pra edhe atërës thashtë që nuk ka pse festojnë ata festojnë vetëm që shpëtuan të gjallë, nuk do të ketë bombardime, ishte dimër, dhe e kisha fjalën se mund t'i kuptoj. Tani çka shiqoj unë këtu? Unë e shoh përsëritje e armpushimit me Hezbollahut. Nuk kanë çka festojnë iranianët. Iranianët morën një goditje të madhe dhe kanë shumë punë tjera për të bërë, për shkak se goditjen e radhës mund ta marrin përsëri. Pra kjo është edhe një goditje kundër politikës së Iranit, ky koncept, për shkak se këngën që ju e thatë, O Iran Vatani, kjo është një goditje kundër politikës së Iranit. Pse? Nëse na kujtohet në perandorinë osmane, Namik Kemal me librin Vatan. Pra goditja ishte që roft Vatani, jashasëm Vatan, roft, pra nuk thuhet padishahu, të cilët e kishin. Pra tani çka është politika e qeverisë? Nuk thuhen në roft Homeini, apo roft Islami, apo roft Islami. Roft Islami, po roft Vatani. Po, është nacionalizëm, është nacionalizëm mbështetur nga çifutria ndërkombëtare orsi. Kundër arabëve, kundër turqëve. Ama dëgjoj, që të largohen nga Palestina dhe nga Hezbollahu. Po, kjo është atje patjetër të bëhet grush shteti, se janë duke e marrë çifutria ndërkombëtare politikën e Iranit. Po, domethënë, prandaj edhe përmenda titullin e këngëve. Dëgjoj, në shtator 2022, këta persona që shikon këtu në video, ta do ishin duke u lëritur kundër Republikës Islamike, do thonin Merkberg diktator, vdekje diktatorit. Por në këto momente, çfarë ka ndodhur është se sulmi i Izraelit i ka bashkuar të gjithë. Unë jam dakord me ty dhe situata është pak a shumë paralele me kohën e Abdul Hamidit. Këta janë ndjekësit e Enver Pashës, jo të Abdul Hamidit. Nuk janë islamistë, këta janë nacionalistë, janë Namik Kemalit. Këta e konsiderojnë Hamanein të vdekur për shkak të moshës. Këta tani përgatiten për periudhën pas Hamaneit. Ama megjithatë, në aspektin afat shkurtër, kjo stabilizon pushtetin në Iran. Stabilizon pushtetin sepse ëndra e Netanyahut ishte që këta persona
që këndojnë këtu Iran, se këta persona janë goditur dhe janë trembur nga Trumpi dhe nga Netanyahu. Shumë nga këta persona kanë hikur, janë arratisur nga Teherani përpara një jave. Këta janë thyer tani dhe unë do ta luaj videon dhe do shohësh që në këtë koncert ke gra me shami, pa shami, ke besimtar, jo besimtar. Dhe në një farë mënyre, po, kjo është koha e Namik Qemalit. Domethënë, këta janë mbledhur rreth flamurit, prandaj thonë Iran. Por në aspektin afat shkurtër, kjo është e keqe për Izraelin, sepse kjo i tregon izraelitëve dhe amerikanëve që ta persona që ti shpresoje që ti kisha aleat kundër Khameneit edhe kundër Islamit, tani më janë bashkuar, për mirë apo për keq. Në aspektin afat gjatë është tjetër muhabet dhe jam dakord me ty, por unë mendoj në aspektin afat shkurtër tregon që përpjekja e Netanyahut për të patur regime change ka dështuar për momentin. Por sikur ta tregova me atë dokumentin nga Wikipedia për përbërjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, aty ke përfaqësues Khameneit, Gardës Revolucionare, ke përfaqësues të Pezeshkianit. Pra, është momenti i kohës Abdul Hamidit në këto momente, por mendoj që nuk është akoma 1908 apo 1909, nuk ka ardhur akoma Ataturku apo Javad Zarifi nga Selaniku, është akoma koha kur Abdul Hamiti ka Riza Bekjakovën edhe Isa Boletinin edhe cubat e tij kosovar dhe arab që ruan islamizmin, por kuptohet që është edhe ky momenti kritik i nacionalizmit pers, por do të kuptojmë një gjë tjetër që ti e përmend edhe më herët, tek e fundit fare Pezeshkiani është turk dhe Pezeshkiani normalisht nuk duhet ishte presidenti i Iranit për nacionalistët iranian, apo jo? Ja po e luaj këngën që ta shohim deri në fund edhe. Qa mendon me videon? E përfundoj, Mos. Okej. Përfundoj. Inshallah do bëjmë një bisedë tjetër ku do bisedojmë për rolin e Rusisë, zionizmit edhe mbijetetën e Iranit. Megjithatë, domethënë për mendimin tim, kjo lufta 12 ditore ishte pozitive për Iranin. Domethënë asnjë fitore nuk është 100% e mirë, kuptohet. Rusët e fituan luftën e dytë botërore, por patën nuk e di sa të vdekur, 20 milion të vdekur. Në krahasim me 8 milion që patën gjermanët. Jo, 26 milion rus, sovjet. Po Gjerman sa ishin të vdekur, 8 milion sa ishin. Po aty dikund dhe shumë refugjat, mbi 15 milion refugjat. Do me thënë luftat nuk janë kur perfekte. Megjithatë, si e shikoj unë, është që Khamenei i duaj kjo luftë. Edhe Gardës Revolucionare, nga që unë e njoh shumë mirë shoqërinë iraniane, janë të trushplar dhe shumë nga këta që po këndonin e Iran këtu e po fishkëllenin e çfarë nuk bënin, shumë nga këta nuk e din as derën e xhamis. Bile s'po të flasësh me shumë nga këta do ta shajnë Khamenein, kupton? Ama mendoj që sulmi që bëri Izraeli i bindi edhe këta që shive se ne ndërrojmë për perëndimin, se këta janë qofe nga troni, janë si punë shqiptarëve, neve në 1989-90 të thoni mua Amerikë, kishin trute Sali Berishës që Sali Berishën tani Amerikanët po e fusin burg edhe bën non grata. Edhe ta kanë trunin e Gramos Pashkos, nuk e di ne i kanë ndjekur politikën shqiptare kur vitet 91 kur erdhi James Baker i tha do na japin Amerikanët çekun e bardh si përfundim do gjën vendin.
Dhe unë mendoj që kjo goditje i ka bërë mirë iranianëve, sepse i ka ftiluar në një farë mënyre, nuk e di sa i ka ftiluar, po të paktën që të jenë më pak tradhtar të vendit të tyre. Shpresoj unë. Pati më shumë. Pa, pa qeter ta them edhe një fjali të fundit. Dua ta përfundoj, po më nxitën që të flas. Okay. Tani e kemi shembullin e Turqisë pas grushtit ushtarak 2016. Pra unë besoj që jeni shumë optimist. Pra mos mendoni se do të ndryshojnë ata njerëz. Pra unë besoj që për momentin, për shkak të frikës, stresit, bombave, ndrimit pushtetit, humbjes së vendit të punës, shkatrimit të ekonomisë, ata janë solidarizuar te flamuri dhe te qeveria, te pushteti, te shteti, te kombi i tyre. Po shumë shpejt do të ndryshojnë nëse nuk ndryshon politika shtetërore. Pra nëse vazhdon kjo politik, të gjithë do të fillojnë me teori konspiracioni tani, e gjithë ka qenë loj, pra si fillon në Turqi të thuin ishte teatr grushti i shtetit, e ka bë marrëveshje dhe sot e shiqojmë ku është Turqia, ku ka arri në çfarë gjendje dhe as që ju bëhet vonë as për Iranin, as për Gazën, edhe ekonominë nuk e kanë në rregull. Pra është çështja se njerëzit nuk ndryshojnë olsi, vetëm pushteti nëpërmjet mekanizmave të fuqishme, diktatoriale, autoritare mund të bëjë një disiplinë. Se propaganda është shumë e madhe kundër islamit, kundër shteteve muslimane, sionizmi është shumë i fuqishëm, kanë 100 mënyra se si t'u alajnë turin njerëzve dhe besoj që naiviteti iranianëve do të vazhdojë. Drejt, ngelet për të parë. Mirë frymëzim, të falenderoj shumë. Miq, u falenderoj të gjithëve që na ndoqët mua dhe frymëzim Dautin në këtë video të gjatë që bëm dhe analizë të luftës 12 ditore ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Shpresojmë mos ketë më luftë, megjithatë predikimet tona ne nuk jemi fallxor, por jemi historian dhe studiues të shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare. Historia na thotë që do ketë prap luftë dhe shpresojmë që lufta tjetër jetë sërish një fitore e Islamit kundër zionizmit. Ju falenderoj gjithëve. Selam aleikum wa rahmatullah.